rrugtimi është tepër im jetësor është tepër I gjatë. Me mikun tim fare po bisedojmë se kem besu kursi edhe pas 30-40 vjetë do të vim prap me protestu në Hag, po sot jem për një qëllim të shenjtë. Këtu është I bashkum është një mesazh shumë I drejt, I qartë, jo vetëm I Kosovës, po I krejt kombit, se ne gjithë jemi rreth ashimthaqit, rreth luftës, rreth gjithë luftëtarëve të lirisë, me gjithë shokët e ashimit që përmbahen padrejtisht në Hag. Është të vërtetë se ne e kemi votu një gjykatë të tillë, po e kemi votu një gjykatë për me dëshmu pafajësinë tonë, pastërtinë tonë, që akuzat që na e nbon mbi bazën e cilave janë ngrit kjo gjykatë, dik martit, ato ma veç kanë rënë poshtë dhe procesi ka delu. Prandaj këtu janë për të protestuar mi bo thirrje drejtësisë ndërkombëtare, mos lejon që të ndodhë një krim para botës demokratike, para drejtësisë ndërkombëtare, sepse po u shkel e drejta e një populli të tërë, ajo është krimi ma I rëndë. Dhe ne urojmë që kjo mos të ndodhë, po kërkojmë, këtu kemi ardhur me kërku vetëm drejtësi.